Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kurrë më nuk do vuani nga këto probleme, përzjeni 2 lugë kanellë dhe shtoni vetëm këto 2 përbërës. Për shekuj me radhë njerëzit e kanë përdorur produktet natyrale për të trajtuar probleme të ndryshme. 2 nga produktet më të përdorura në mjekësinë alternative janë mjalti dhe kanella. Të 2 këta përbërës, kur bashkohen së bashku, kanë veti të fuqishme antiinflamatore në luftën kundër radikaleve të lira, rrisin sistemin imunitar dhe trajtojnë disa komplikacione. Ja çfarë problemesh mund të parandaloni me kombinimin e mjaltit me kanellë sipas Step to Health. Artriti. Mjalti dhe kanella janë të pasur me kalium dhe elementë të tjerë që trajtojnë inflamacionet. Përzieni 2 lugë mjalt, 1 lugë kanellë pluhur dhe aplikoni në zonën e prekur nga artriti duke fërkuar për disa minuta. Ju mund të hani këtë masë çdo mëngjes dhe në mbrëmje për të pasur rezultate më të shpejta dhe më efektive. Është e mirë kundër alergjive. Mjalti dhe kanella rrisin sistemin imunitar dhe e bëjnë atë më të fortë kundër bakterieve dhe viruseve. Pini 1 gotë me ujë të ngrohtë çdo mëngjes me mjalt dhe kanellë për të parandaluar alergjitë. Problemet e zemrës. Sipas një studimi të bërë në Amerikën e Veriut, u konstatua se kanella ndihmon në rritjen e fleksibilitetit të fuqisë së arterieve. Mjalti dhe kanella të kombinuara së bashku zhbllokojnë arteriet e bllokuara, të cilat janë një nga shkaqet kryesore të problemeve në zemër. Është e mirë për diabetikët. Ulëntime të shumta kanë treguar se kanella zvogëlon nivelin e sheqerit, ndërsa mjalti balancon nivelin e kolesterolit të keq dhe të mirë. Të dyja këto produkte do t'i japin rezultate fantastike, prandaj në 1 gotë me ujë shtoni kanellë dhe mjalt për të ndihmuar në parandalimin e luhatjeve të sheqerit. Është e mirë kundër ftohjes. Mjalti dhe kanella kanë efekte të fuqishme antibakteriale dhe antivirale, citon Step to Health. Kombinimi i këtyre 2 përbërësve qetëson simptomat e të ftohurës, lehtëson dhimbjet e fytyrë dhe lehtëson gjithashtu edhe problemet e kollës. Ndaj kombinimi i kësaj recete në dietën tuaj të përditshme sigurisht do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Mjalti dhe kanella janë ndër produktet më të kombinuara të kuzhinës, mes të cilave së bashku kanë efekte kundër një sër probleme shëndetësore. Mjalti dhe kanella kanë fuqi të mira antiinflamatore dhe sipas të dhënave, mjalti është i pasur me antioksidantë dhe vlerësohet si një antibiotik natyral. Ai përmirëson gjithashtu sistemin tuaj imunitar dhe mban larg edhe komplikacionet që lidhen edhe me shëndetin e përgjithshëm. Kombinimi i mjaltit me kanellë sigurisht që është një alternativë e çmuar për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e tyre. Shumë ekspertë përdorin atë si një zgjedhje natyrale për të lehtësuar komplikacionet. Kanella është një nga lehtësuesit më të mirë edhe të simptomave të luhatjeve të sheqerit. Duke u konsumuar, sidomos edhe në kafen tuaj të mëngjesit, mund t'japë rezultate fantastike në këtë aspekt. Ekspertët e cilësojnë kanellën si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për të përmirësuar sistemin imunitar dhe për të mbajtur larg gjithashtu komplikacionet. Kombinimi i mjaltit me kanellën sigurisht është alternativa më e çmuar që mund t'i ofroni trupit tuaj. Kjo alternativë e tretur në 1 gotë me ujë do t'japë rezultate fantastike edhe gjatë sezonit të virozave, duke ju ndihmuar që të keni një imunitet më të fortë. Mjalti është një nga alternativat më të mira në rritjen e përfitimeve të trupit, sidomos edhe gjatë stinës së dimrit. Duke konsumuar mjalt rregullisht, do të keni një imunitet më të fortë dhe do të merrni të gjitha elementët ushqyes të cilat i duhen shëndetit tuaj. Mjalti i pirë në 1 gotë me ujë të ngrohtë do të përmirësojë kështu sistemin tuaj tretës dhe do të përmirësojë edhe shëndetin e zorrve, duke u lehtësuar kundër problemit të komplikacioneve të tretjes siç është edhe kapsllëku. Nëse prej kohësh vuani nga problemet e tretjes siç është kapsllëku, tresni në 1 gotë me ujë 1 lugë me mjalt. Kështu do të keni rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e sistemit tretës. Përzjeheni mjaltin dhe shtojeni në çdo vakt që mund të konsumoni. Kështu elementët ushqyes të tij do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Por duke konsumuar mjaltin me kanellë dhe duke e konsumuar çdo mëngjes, ju do të merrni përfitime maksimale në rritjen e elementëve ushqyes dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Kanella cilësohet si një nga erëzat më të çmuara jo vetëm për shëndetin tuaj, por edhe për të ushtuar në gatime.
Duke shtuar kanellë në kafen tuaj, do të eliminoni gjithashtu edhe konsumin e sheqerit. Duke ditur se sheqeri është një nga ndikuesit më të mëdhenj të problemeve të luhative të diabetit, ai mund të zëvendësohet me kanellën tuaj. Nëse doni që të mos keni luhatje të sheqerit në gjak, zëvendësojeni edhe kanellën në çdo produkt tjetër siç është sheqeri rafinuar e të tjera. Kanella në kombinim me mjaltin do t'jap lehtësime të mira të sistemit tuaj të frymëmarrjes. Prandaj edhe aplikimi i saj në receta të ndryshme sigurisht që do të bëjë një ndikim pozitiv edhe në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Kanella është një nga erëzat më të çmuara e cila duhet të jetë pjesë e pandarë e dietave tuaja të përgjithshme. Gjithashtu, kanella e konsumuar në formën e çajit sigurisht që do t'jap rezultate fantastike në lehtësimin e peshës së tepër trupore, pasi do të eliminojë edhe oreksin e tepër, duke ju ndihmuar që të reduktoni konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme. Mjalti është në çelësi një organizmi të fortë, i cilësuar nga ekspertët si një nga produktet më të mira në rritjen e përfitimeve të trupit. Ai do të ndikojë pozitivisht në nxitjen e një sistemi imunitar të shëndetshëm dhe parandalimin e problemeve të virozave. Kombinimi i mjaltit gjithashtu me limonin dhe me bananen do t'japë rezultate fantastike edhe në lehtësimin e sistemit tuaj imunitar kundër ftohjes dhe virozave të stinës. Konsumi i mjaltit të tretur në ujë të ftohtë gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të diarres. Mjalti është një alternativë shumë e mirë ushqyese duke aplikuar në mënyra të ndryshme për të përmirësuar imunitetin dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe efektet ndikuese të radikaleve të lira në organizëm. Nëse vuani nga diabeti tipi 2, duhet të jeni të vëmendshëm me sasinë e mjaltit që shtoni në dietën tuaj, pasi, siç e dini, si me çdo produkt tjetër, nëse e teproni edhe me mjaltin, mund të ndikojë drejtpërsëdrejti edhe në luhatjet e sheqerit në gjak. Mjalti është alternativa më e çmuar që mund t'i ofroni trupit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj siguroni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato mbartin. Kombinimi i mjaltit me kanellë, duke konsumuar atë vazhdimisht, do të jetë një nxitës i mirë i rritjeve të vlerave të imunitetit dhe parandalimin e problemeve të tij. Ndaj shumë ekspertë sugjerojnë konsumin e mjaltit me kanellë si një nga alternativat që mund t'japin element të larmishmërisë së shëndetit tuaj. Prandaj ekspertë sugjerojnë edhe përdorimin e mjaltit në kombinim me kanellën për të përmirësuar strukturën e sistemit të frymëmarrjes dhe për të evituar kështu edhe gëlbazat e tepërta. Kanella është një element i çmuar si një erëze efikase edhe të konsumohet në formën e çajit, e cila mund t'japë rezultate fantastike. Qoftë kanella plur ose ajo në formën e shkopit, rezultatet që do të merrni në çajin tuaj do të jenë të mira në lehtësimin e oreksit të tepërt dhe gjithashtu në përshpejtimin e metabolizmit. Kjo do të jetë një alternativë shumë e çmuar e cila mund të ndikojë te personat të cilët kanë peshë të tepërt trupore. E ditur se mjalti me kanellën do të nxjisë një sistem imunitar më të shëndetshëm, çelësi qëndron te mënyra e përgatitjes dhe konsumit të saj. Si me çdo produkt tjetër, edhe konsumi i këtyre dy produkteve nuk duhet të jetë gjithmonë në masa të tepërta, pasi mund të ndikojë edhe në shfaqjen e problemeve të ndryshme që lidhen kryesisht edhe me luhatjen e sheqerit. Konsumi i tyre të kombinuara së bashku ose të tretura në lëngje të ndryshme në çaj ose edhe në formën e qumshtit sigurisht që do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Por gjithmonë, nëse vuani nga komplikacione të caktuara dhe merrni medikamente për probleme të ndryshme, konsultohuni me mjekun tuaj për të marrë një zgjidhje më të mirë natyrale dhe për të evituar gjithashtu ndërveprimet që mund të keni me medikamentet të cilat jeni duke i përdorur. Gjithmonë, për çdo shqetësim të mundshëm, ju udhëzojmë të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar çdo gabim dhe kundërindikacion që mund të lidhet me përdorimin e këtyre dy produkteve. Nëse nuk vuani nga probleme të caktuara dhe merrni medikamente, mund ta konsumoni ato rregullisht. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos së zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.